është non grata në Kosovës. Nëse nuk e largojnë, nëse nuk e shkarkojnë një ministre tillë fashiste. Kolektivisht duhet. Kolektivisht në Republikën e Kosovës, komplet qeveria e Serbisë duhet të shpall non grata nëse nuk e largojnë, nuk e shkarkojnë një ministre tillë, sepse besoj edhe në Gjermani, po ta kish mbrojt, do thot holokaustin, dikush kish me shku të shtëpia. Jo dhe sot, Po. A pajtoni me këtë deklaratë Halilit, a i një krejt, ose kjo është deklaratë për video. Ica ta qesh dule dhe ma dje e mbrojti këtë minister. Kështu që a e meriton njëjtë si kjo, e meriton edhe Mentalitetin sërbis kanë rru të këshyre, kushtrim, mentalitetin sërbin nuk kanë rru. Të këshyre mas pare këta që përdojnë mërcu vësisin, veç këshyre parollat që i kanë, edhe thirjet që i kanë. Halo ma zijen edhe. E qeveri Serbisë, në fundit Miloševiqi nuk urzuar pse i ka bo luftat, pse i ka humb luftat, pse se ka arrit pastrimin e të një. Kështu që